vëlla, me kam bëni problem, mujta të lutë Allah, që më zgjidh problemin. Mirë po që në bege ka që nuk po më zgjidh problemi. A thua Allah do të më pranon lutjen a shka puna e Unë e di se Allahu padyshim i pranon lutjet. Ama pse s'u ka zgjidh problemin, më nuk e di këtë çështje. Allah, çe ku kanë hoxha? Shkojna vetë në hoxha. Hajde, bismillah. Hajde. Selam aleikum hoxha. Aleikum selam. Hoxha, kemi me këtë vllavim nishme të bisedue, edhe ja boni tha e kom pas tani problem. E kam lut Allah, nuk më ka zgjidh problemi. Tha Allahu tha më ka pranuar lutjen, që nuk ju ka zgjidh problemi. Do të thotë Allah i madhërisëm i përgjigjet lutjes, çdo lutje të besimtarit. Por përgjigja nuk i vjen si e kërkon besimtari, po si është më mirë për besimtarin. Për shembull, ti shkon te mjeku, edhe mjeku të bën këtë ilaç, mjeku thotë jo këtë ilaç të apo ta këtë ilaç, këtë ilaç bën dobi. E Allahu Dhu Xhelal besimtarit i përgjigjet të gjitha kërkesave me atë që është më e dobishme për besimtarin, jo me atë që e kërkon besimtari. Se kërkon për shembull besimtari pasuri, e Allah nuk i jep. Jo që s'ka Allah më i dhonë, po ka sa dush, po nuk jep se e din Allah se kjo pasuri, nëse jep ati i bëndan. Për shka jep shnet. E shneti për shembull është më e madhe se pasuria. Për shembull, andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo herë që lutet muslimani, Allahu jep njërin prej tre gjërave. Ose i përgjigjet lutjes konkrete, ose Allahu ja shtyn e ja shpërblen në ahiret, ose Allahu për shkak asaj lutje e ruan nga një e keqe që do i vente, po për shkak se duaja Allah e ka mbrojtur. Kështu që besimtari le të vazhdon të lutet, edhe le të kërkon pi Allahut çka ka nevojë, e Allahu ka më dhënë çka i bën dobi. Shifë, ne të kërkon njeriu çka ka nevojë, e Allahu i jep atë që ka dobi. Edhe kështu që mos ketë dyshim asnjëherë se Allahu ka më i përgjigj lutjes së tij, se për herë Allah i pranon lutjet e besimtarëve, por forma se si e manifeston për një dos është e ndryshme për asaj që presim na. Faktikisht është më e mirë se ajo që presim na. Do të thonë kjo vjen me bë bindje. Po, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Udu Allahu antum muqinun bil jabe", lutni Allahun të bindur në përgjigjen që ka dhënë Allah. E kush i lut Allahut me këtë bindje, sigurisht Allahu ka më dhënë këtë ato gjëra që ai kërkon dhe ka nevojë për to, në formën më të mirë të mundshme që ka mundësi me pas një njeriu në jetën e vet. Allah i shpërblet. Amin. Allah i jep shëndet të mira bereqet. Vazhdoni me dua, mos u ndani kurrë.